Ediel Dashi. Sot ke dëshirë të veprosh shpejt, por familja kërkon më shumë taktik. Mos e mbaj përmenda atë që të shqetëson. Thuaj me maturi dhe pa akuzuar, një detaj i vogël mund të bëjë diferencën më vonë. Demi, një zgjedhje praktike mund të sjellë përmirësim të dukshëm në miqësi. Në miqësi vlerëson njerëzit që të dëgjojnë realisht, jo vetëm ato që të japin të drejtë. Ruaj energjinë për gjëra që vërtet kanë peshë. Pinjakë, dita sjell lëvizje dhe lajme të vogla që ndikojnë në komunikim. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë më shumë se çdo hamendësim. Mos u nervozoni një shenjë të vogël që të vjen gjatë ditës. Kaforia, dita dëfton të kujdesesh për qetësinë tënde përpara se të zgjedhësh njohje të reja. Nëse dikush të tërheq vëmendje, afrohu natyrshëm dhe pa sforcim. Romja sjell më shumë qetësi nëse nuk e tepron me analizat. Luani, sot ke mundësi të shkëlqesh, sidomos nëse e përdor mirë energjinë në bashkëpunim. Në bashkëpunim fitohet dhe më shumë qartësi rolesh dhe respektesh të ndërsjell. Në fund të ditës do e kuptosh se durimi ishte zgjedhja më e mirë. Pyrzëresha, analiza jote bëhet e vlefshme, por në punë kërko veprim konkret. Një koleg ose bashkëpunëtor mund të japë ndihmë, por mos e lëj gjithçka në dorë të tjerëve. Një detaj i vogël mund të bëjë diferencën më vonë. Peshorja, marrëdhëniet kërkojnë delikatesë, sidomos kur preket familja. Mos e mbaj përbrenda atë që të shqetëson, thuaj me maturi dhe pa akuzuar. Ruaj energjinë për gjëra që vërtet kanë peshë. Akrepi, mekanizmi yt ndihet, por në miqësi do të ruhash kufin. Në miqësi vlerëson njerëzit që të dëgjojnë realisht, jo vetëm ata që të japin të drejtë. Mos e nervozon një shenjë që të vjen gjatë ditës. Shqiptari, dita të jep humor dhe energji për të provuar diçka ndryshe në komunikim. Një bisedë e sinqertë mund të zgjidhet më shumë se çdo hamendësim. Romja sjell më shumë qetësi nëse nuk e tepron me analizat. Priciapi, përgjithësia mban të fokusuar dhe të ndihmon të ecësh përpara. Nëse dikush të tërheq vëmendje, afro natyrshëm dhe pa sforcim. Në fund të ditës do e kuptosh se durimi ishte zgjedhja më e mirë. Ujori, sot mendimi ndryshe të favorizon, por bashkëpunimi kërkon dhe praktik. Në bashkëpunim fitohet më shumë qartësi rolesh dhe me respekt të ndërsjell. Një detaj i vogël mund të bëjë diferencën më vonë. Peshit, gjeshmëria të bën më të afërt me njerëzit që lidhen në punë. Një koleg ose bashkëpunëtor mund të ndihmojë, por mos e lër gjithçka në dorë të tjerëve. Ruaj energjinë për gjëra që në të vërtetë kanë peshë. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.